Here we go, here we fly, sparkle wings way up high, with the rainbows and the stars align. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright, hear a song with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the ones who believe in. You keep your dream alive. Your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Në kullën e reve, Selina demonstron fuqitë e saj duke lexuar një libër që u jep jetë legjendave. Të mahniturat triksat bashkohen me Selinën për të përdorur fuqitë e saj të mposhtin Wingsat. Wingsat përballen me përbindëshat gjigant, por fatkeqësisht brenda pak kohe të gjithë përbindëshat dhe shumica e Pixis zhduken. Faleminderit që erdhe, Roxy. Wingsat e gjetën këtë korb jashtë Alfjas. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur me të, por besojmë se po përpiqet na tregoj diçka. Gadal, do përpiqem të zbuloj se çfarë ka ndodhur. Faleminderit. Tani është në duar të sigurta. Nëse dikush mund të na ndihmoj, kjo je ti, Roxy. Tani që ju kam treguar fuqitë e vërteta të secilës armë, është radha juaj studentët tregoni vlerat tuaja. Aftësitë tuaja do vihen në provë. Zgjidhni armën që i përshtatet më së miri pikave tuaja të forta. Tani kush do fillojë pari? Ti? Tani na duhet një sfidues. Do të dal unë, do luftoj me Sky. Hey Sky, kush është ai djali? Ai është kushëririn, Thori. Ti pas ke një kushuri? Është histori e gjatë, por nuk do ta lejoj që të më pengoj. Më duhet ju paralajmëroj se këto armë lëshojnë forcën e egërt natyrës. Përdorini me kujdes. Oh, Bloom, jam shumë e shqetësuar për Pixit. Oh, së shpejti do të ktheheni në fshatin tuaj, Loket. Unë me të vërtet shpresoj që të kesh të drejtë. Eja këtu. Mos ki frikë, Çata, do t'i gjejmë të gjitha Pixet e tjera, më beso. Oh, po, tani për tani e dim se çfarë do t'ju gëzoj. Muzik. Është koha të festojmë. Po, bukur. Haha, yeah. Unë mendoj se mjafton. Alto për lam zvogëlohuni. E po, kështu është më mirë. Pixi, kënaquni me pajisjet e mia emocionuese të palestrës Morphix. Ç'kemi timi? Hej Tekna, ne po t'jekim një klasë trajnimi në arenën e kolegjit Linfea. Ti edhe Wingsat duhet të na bashkoheni. Kjo tingëllon mirë. Si thoni ju, vajza? Patjetër. Faleminderit për ftesën, Timi. S'ka përse, shihemi së shpejti. Motra ime Miele sapo është regjistruar në kolegjin Linfea. Do të lumturohej kur të takojmë. Duket sikur do të duhet të vishemi për këtë rast. Më ndiqni, Wingsa. Bukur, Po, le ta bëjmë këtë. Ja ku jemi! Si këshilltare modës së klubit të Wingsave, do të sigurohem që të përfaqësojmë Alfean me stil. Shikojeni këto. Linfea është mbretëria magjike e natyrës ndaj. Do të na duhet diçka egër.
Oh, po na duhen dekore lulesh, degësh, hardhish. E gjeta. Mund të na duhet të thrasim një kopështar. Vajza, kam ardhur për të kontrolluar Pixit. Jo, është Griselda. Oh, jo. Fshiu në shpejt. Stella, a je atje lart? Kiko, zbrit. Stella, çfarë po bën? Këto bim kanë nevojë patjetër për ujë. Më duket se studimi duhet të jetë parimi kryesor, jo kopshtaria. Po, zonja Griselda. Tani, ktheuni tek studimet. Për pak. Por krimtaria ime mund të më kedali jashtë kufive. Ashtu mendon? Pa merak, unë do ta zgjidh me njëherë. E mrekullueshme. Tani dukemi kaq natyrale. Po. Ja ku jeni. Fantastike. Oh, Limfea, më ka marrë malli kaq shumë. Wow! Ja, ku jemi? Wow, e mrekullueshme. Bukur. Pyes veten ku është Miele. Shpresoj të mos jetë në klasë. Shikoni, janë Wingsa, unë nuk e di për ju, por mua më pëlqen të jem e famshme. Do të takomi më vonë. Unë po shkoj tek Miele. Mirupafshim. Hej, vajza, a ju tha Timi ku është kurthi? Në arenën që ndodhet atje tej. Tani duhet të gjejmë një mënyrë se si të shkojmë ne atje. Si thoni për këtë? Është e përsosur. Super, do mbërrim atje pa e kuptuar. Hipni. E mrekullueshme. Ja ku është? Mirë atëre zotërin, le ta praktikojmë përsëri. Pozicion dhe filloni. Hej, shikoni, është Sky dhe Thoreni. Duhet ta shoh këtë. Sky është më agresiv se zakonisht. Brandon, ja ku jemi? A mund të më tregoj njëri se kush po e lësha të britëm aq të shëmtuar? E dashura ime, zotri. Hej zonjusha, kur të vi radha ime do t'ja vështirësoj punën ndjeme me performancën time. Më fali, Elia. Nuk ka problem. Hej, le të shohim se çfarë ke. Jepi. Ku është Flora? Do të vi shumë shpejt. Po takon dikë që nuk e ka parë prej kohësh. Miele. Flora? Ç'kemi? Flora, besoj shumë që të shoh. A mund të jetë vërtet kjo motra ime e vogël? Më ke munguar vërtet shumë. Lejojeni vetes të bëheni njësh me energjinë magjike të natyrës. Roy, kujdes! Ngadal, kjo është një seancë trajnimi e civilizuar, jo një luftë në kafaz. Duket sikur ju të dy duhet të qetësoheni pak. Ky kurs është një shans për të mësuar nga njëri tjetri dhe të përfitoni aftësitë e reja. Por e vetë një aftësi që ju keni mësuar është si të keni një kokë të madhe. Wow, nuk bën shaka. Dhe këtu ndoshta kursin tim të shërimit të Të bimëve. lumt, Miele. Nuk mund të isha më shumë krenare për ty.
Ky është një vend kaq i veçantë. Dhe jam shumë e lumtur që ke ardhur këtu për të mësuar gjithçka për fuqitë e vërteta të natyrës. Edhe unë, Flora, rreth nesh janë treantët, pemët njerëzore. A nuk janë të mrekullueshme? Po, vërtet, është e mahnitshme. Ka kaq shumë jetë vetëm në një prekje të vetme. Shpresoj të bëhem po aq e talentuar sa ti, Flora. Përshëndetje, drejtoresh Faragonda. U ktheva. Keni pak kohë? Arrita të përdor magjitë mia vokale dhe e bëra të flas. Oh, kërcënim. Fatkeqësi, një rrezik i madh. Griffin. Fatkeqësi? Griffin? Kulla e reve. Prit. Po triksat ishin. Ngadal, zemër. Pra janë triksat. Ato duhet të jenë kthyer në kullën e reve. Kjo nuk është shenjë mirë. Ke të drejtë, Roxy. Corby duhet të jetë Griffin. Flora, shiko! A nuk është kulla e reve ajo? Po, e vërtet, ajo është. Dhe po fluturon, diçka nuk shkon. Eja, duhet t'ju tregojmë të tjerëve. Le të shkojmë, Miele. Së shpejti do të pushtojmë të gjitha kolegje në dimensionin magjik. Dhe askush nuk do t'jetë në gjendje të konkurrojë me ne. Ndalesa e parë, Linfea. Selina, ke ndonjë histori të mirë për të treguar? E përse jo? Të gjithë në Linfea e njohin legjendën e transave. Kalorësit e lashtë që morën formën e pemëve të mëdha. Libri i legjendave, zgjoi trantët nga plogështia dhe drejtoi kundër Linfeas. Daloni të gjithë, diçka nuk shkon me të vërtet. Shikoni, lart në qiell. Shtrigat! Ato arritën ta bëjnë kullën e reve të fluturoj. Wow, shikoni. Oh jo, treantët, çfarë po ndodh me ta? Kujdes! Por treantët janë të mirë. Kujdes, Deg, mos u nxito me mua. Wingsa, duhet të transformohemi. Wingsa magjike, Sirenis! Lum, zana e flakës të dragoj. Flora, zana e natyrës. Aisha, zana e valve. Stella, zana e diellit vezullues. Tekna, zana e teknologjisë. Musa, zana e muzikës. Miele, largohu, kujdesem unë për ta. Mos u shqetëso për mua, Flora. E zgjidh unë. Wow! Lule prazere! Punë e paqme, Miele. Djema, bëhuni gati për të luftuar. Hey Sky, mos na harro. Vetëm na lër ne të bëjmë goditjen e parë. Sky, ne do të shkojmë në kullën e reve. Aty duhet të jetë burimi i gjithë kësaj marrëzie. Thjesht e di. Pa që fat, ne do kujdesemi për treantët këtu poshtë. Ikim, Wingsa! Duhet të shkojmë deri në fund kësaj. Andej! Ndjej një energji të fuqishme negative. Kjo nuk është një shenjë mirë. Le të lëvizim, duhet të afrohemi. Wings, shikoni se kush erdhi. Triksat.
pse nuk po habitem? Të lutem. Sigur do shpëtosh në një herë nga ne. Na pëlqen t'i mbajmë gjërat interesante këtë rrotull. E vetë një gjë interesante që shohësh ndryshimi I ri I kostumit. Kaq dini të bëni ju? Thjesht prisni, princesh, sepse mund të ndodh gjithçka. Mjaft tani. Është koha t'i futemi punës. Shtriga pas tyre. Uragani I petaleve. Akord shurdhues. Radha juaj, Triksa. Radh! Sulmi Najadi. Strit diamanti. Kështu ishte vitin e kaluar, bjonde. Nuk duhet lejoj askënd të shkoj te libri I legjendave. I kam në vëzhgim. Mere këtë! Këto armët e reja janë fantastike! Po, por janë më të shumë në numër! Kjo duhet të bëj punë! Pesta mbaroj! Jemi të rrethuar. Çfarë do bëjmë tani? Burimi I energjisë negative është brenda asaj fluskës magjike. Le ta shkatrojmë atë. Jepini Wingsa. Shndërimi I Sirenit. Sa e bukur. Wingsa. Djema, Wingsat janë në rrezik. Le të shkojmë. Nuk mund t'i arri ato. Janë kaq e dobët. Të kapa. Të kapa. Të kapa. Faleminderit, Sky. Gjendesh gjithmonë në kohën e duhur. Më duhet të kthehem në kullën e reve dhe të ndaloj triksat. Jo e vetë me Blum. Mikeshat e tua duhet pushojnë, po ashtu dhe ti. Çfarë ndodhi? Thoren, është koha për të tërhequr. Po tallesh me mua? Ende jo. Magjia e shtrigave është shumë e fortë. Dhe ne I kemi humbur fuqit tona. Si do qoftë. Tërhiquni! Miele, eja me ne. Të Nuk lutem. mundem, Flora. Unë duhet të mbroj miqtë e mi këtu, por e di që do të gjesh një mënyrë për të na ndihmuar. Unë kam besim tek ti, dhe se do kthehesh me një palë krah të Do të ri. shihemi së shpejti, Miele, dhe së bashku do ta shpëtojmë kolegjin Limfea. Të premtoj për këtë. Mirupafshim, Miele. Mirupafshim, Flora. Djema, me shpejtësi maksimale. Kolegji Limfea I pushtuar. Dhe zanat dhe luftëtarët e Limfeas janë gati për pushtimin ton. Unë mund të mësohesha me këtë. Wingsa, kemi dëgjuar që triksat janë kthyer. Është e vërtet. Magjia e tyre errët është shumë e fortë dhe ato pushtuan kolegjin Limfea. Por Aisha, çfarë ndodhi me fuqitë tuaja? Ne nuk e dim, drejtoresh.
Në kullën e reve, një shtrig ishte mbështjell nga një pengesë magjike nga e cila vinte një energji e fuqishme. Dhe teksa përpiqeshin të luftonin, humbën fuqitë tona, të gjitha ne, përveç Blumit. Çfarë lloj magjie mund të jetë kaq e fortë? Dhe pse nuk i humba fuqitë e mia? Është e lehtë, Blum. Fuqia jote vjen nga flaka e pashuar e dragojit, burimi i universit magjik. Merrini këto, ata janë një pjesë e flakës time të dragojit që do t'ju jap forcë. Wingsa, duhet t'i mbroni këto flak magjike. Së shpejti ata do të ndezin një fuqi krejt të re brenda jush. Por si? Nëpërmjet veprimeve të mira e të guximshme të zanave. Fal flakës së dragojit të Blumit, ju do të keni një prekje magjie derisa të fitoni një transformim të ri. Faleminderit, Blum. Ne duhet të përdorim flakën e Për të dragojit. mbajtur forcën tonë? Për të mundur triksat? Dhe për të shpëtuar Limfean. Triksa dominojnë mbi kolegjin Limfea, ndërsa tritanët vazhdojnë të trullosin studentët, përfshirë edhe motrën e vogël të Florës, Mielen. Me fuqi të kufizuara, Wingsa detyrojnë të tërhiqen në Alfea, ku përqendrohen në rritjen e fuqisë së brendshme, duke përdorur ndihmën e specialistëve dhe të paladinit.